Ermal, fillimisht nuk bëhet fjalë për tender, kjo është një gjetje interesante që na e kemi hulumtu, po para se me kalu te kjo, unë po duhesh me tregu kronologji pak se qysh ka rrjedh hulumtimi. Në kryet herës, po du me theksu që për fabrikën e mbetjeve shtazore ne kemi raportu në vazhdimsi. Edhe në kohën kur ajo ka qenë proces të ndërtimit, pastaj një kohë ka qenë duke mos u funksionalizu. Në fillim të muajit prill, unë i marr informacionet që ka lëvizje rreth fabrikës së mbetjeve shtazore. Saktësisht me 4 prill është shkresa e parë që unë e dërgoj në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, shkresë ku kërkoj detaje rreth kësaj fabrike. Në ndërkohë, shoh që ka lëvizje, ka disa publikime rreth funksionalizimit kontratës. Agjencia për Ushqim dhe Veterinari nuk mi ka dhënë krejt dosjen fillimisht deri me 7 maj. Pero edhe pse unë nisa punën me 4 prill, deri me 7 maj nuk e kam pas kontratën për funksionalizimin. Edhe pse janë të obliguar brenda 7 ditëve me t'jap qasin dokumentet zotare. Po ka pas raste do të thotë muj me thon dikun rreth 100 emailë që unë i kam shkëmby me agjencinë, me ministri, me palë tjera që janë përfshirë në këtë rast. Ton kohën me emaila duke i quh shpesh edhe të agjencia për privatësi për shkak se vonohen. Fillimisht na kur e kemi marrë kontratën, e kemi pa shumë shpërputhje. Mirë po hapin e parë të hulumtimit që e kum bëhon e ka qenë ju kum drejtu me një kërkesë Agjencisë së Regjistrimit Bizneseve. Kum dash me po historiatin e biznesit që e fitoi kontratën, Lep KSIT. Kur e marrë dosjen, filloj me shfletu e shoh që në dosje qysh mund shihet edhe tani, janë 3 aksionar. Mirë po në dosje unë e vrejta që një aksionar gjatë rrugës është tërhek. E shoh që kompania MRMNE, Meselinë Podgoricë, është tërheq nga aksionet prej 30% me 20 shkurt 2025. Hy në regjistrat publik të bizneseve në Maltezi, e shoh që kjo kompani është në pronësi të një kompanie tjetër me emrin e njëjtë, MRCO në Beograd. Që kjo? MRCO MNE është Meselinë Podgoricë, ndërsa aksionari komplet i kësaj kompanie është MRCO DOO në Beograd. Pronar i kësaj kompanie në Beograd është Muamer Ragipović, një shtetas serb. Këto janë dhëna publike, cilat unë me një kërkesë për qasjen dokumente publike i kam siguru. Tutje, kom provu sigurisht me kontaktu zotin Ragipović, kom pas një telefonat nga aj, për shkak se unë i kontaktova një numër në Podgoricë, ata më sugjerun që ju thret aj direkt. Fola me zotin Ragipović, e më tregoj që vjen shpesh në Kosovë, ka miq të mirë këtu në Prishtinë, po nuk vazhdova shumë bisede me të drejtën isha rrugës. Thasha, mund të flasim më vonë në Viber ose në WhatsApp. Me njerë më ka shkru pas 2 ore edhe kom pas pyetjet konkrete. Pse u tërhoqe nga kontrata e cila sigurisht më vonë do të sillte miliona euro këtij biznesi. Me 3.000 euro. Me 3.000 euro janë shit komplet aksionet. 3.000 euro i ka shit aksionet e veta ky shtetasi i Serbisë. 20% të aksioneve i ka blen fakt kompania që tashmë është pjesë e kësaj grupit të biznesit, shoqërisë së bizneseve, Arqezbau SHPK, ndërsa 10% i ka blen Aser Maloku, që është drejtor në Lep ITKS. Kush është Arqezbau SHPK? Arqezbau, unë natyrisht e kemi hulumtu edhe këtë kompani, është një profili një kompanie që nuk është mati në Kosovë, është regjistru rishtaz, profili saj është ndërtim, pra këta merren me ndërtim. Kom shku të adresa e kësaj kompanie, e cila është në fshatin Komoglav Ferizajt, jum shku, nuk kom pa kërkun zyre, e gjeta shpinë e pronarit, dul baba i tij, patëm një bisedë shumë të shkurt, por nuk më ke me dhënë shumë detaje me të drejtën, unë u interesova kush është, çka bën, a mundem me pas kontakt. I kom shkru, sikur gjithë tjerëve edhe kompanisë Arqezbau, email, kom provu me ftyrë në telefon, nuk kanë pranu me u përgjigj. Tutje, ne e patëm një intervistë me ministrin Peci, edhe gjatë bisedës, unë e pata dëgju një intervistë të ti para prokët e kolegu të lartë Hoxha. Të lartë Hoxha ka qenë, edhe aja tje përmend një takim, në fakt 2 takime me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Në fakt edhe rrotullohet që ka qenë kërkesë e Besnik Bislimit. Mënyra që
thuhet për mos me interpretu, s'jam të dashur me interpretu kur gjë. Jo, është deklarata publike e ministrit, ai thotë që 2 herë ka ftu zoti Besnik Bislimi në zyre dhe ka kërku me funksionalizu, sipas ministrit ka qenë kërkesë e Bashkimit Evropian me funksionalizu fabrikën. Natyrisht funksionalizimi i fabrikës është mirë me ditë edhe publiku, është shumë e rëndësishme me funksionalizu. Është shumë e rëndësishme edhe për ambientin edhe për gjitha. Gjatë bisedës unë e pyes ministrin pse ju ftoi. Dhe a ishit ndjeni që pronësia është një shtetas serb, i cili u tërhoq, i shiti vetëm 3.000 euro aksione. Ministri tha që ka qenë një takim ku ai më ka kërku. Në ndërkohë, neve e kuptojmë një informacion të ri. Vëllai i Besnik Bislimit, Florin Bislimi, ka qenë duke punu në një kompani që është në pronësi të kompanisë Fitoria. Kompania Fitoria është një kompani që merret me ndërtim në Ferizaj, pronaris të cilës është Tahir Maloku, babaj i Naser Malokut. Unë po du me spjegu diçka. Kur jenë atë Besnik Bislimi, po du me tregu kronologjin se e kom premtu mbrëm që kom me spjegu çka ka ndodhur dhe çysh është vllau i Besnik Bislimit i përfshim që tu edhe çka ka ndodhur regjia nëse ka mundësi grafiken. Fillimisht po flasim për kompanin Kosova e Re. Tahir Maloku, Naser Maloku të ceo. Okej, këtu e kemi te Kosova e Re, edhe para se me u ble nga Fitoria, po shkojnë në kronologji dhe më përcjell me vëmendje. Para se me e ble Kosovën e Re, ekspert financiar ka qenë vllau i Besnik Bislimit, Florin Bislimi. Kjo është lidhja. Kompania Fitoria e ka ble Kosovën e Re. Florin Bislimi në këtë kompani, pa u bler, ka qenë zyrtar i financave në Kosovën e Re. Në vitin 2021, i revokohet licenca kompanisë sigurimeve Kosova e Re dhe fillon procedura e likuidimit. Pavarësisht kësaj, edhe pse fillojnë të largohen njerëzit nga puna, vllau i Besnik Bislimit vazhdon të mbetet në detyrën e tij dhe likuidatori caktuar nga Banka Qendrore e Kosovës e mban në punë vllain e Besnik Bislimit, Florin Bislimin. Në ditën kur i revokohet licenca, vendimi për revokimin e licencës së kompanisë Kosova e Re ishte marrë. Por Besnik Bislimi nuk ishte në dieni. A i thret në takim guvernatorin e atërshëm, i cili informon Bislimin për revokimin e licencës. Bislimi nuk komenton dhe takimi përfundon pa u diskutuar ndonjë temë tjetër. Siç ka ndodhur ngjarja, është që valën është paralajmëru një takim i bordit për në orën 14, në rast se nuk gaboj me orë, nga ana tjetër, vendimi vetë se është marrë në një takim të mëhershëm të bordit për revokim të licencës, në mënyrë që me shmang presionin për likuidim, për çka ka pas edhe emaila kërcënues dhe prokuria ka qenë në njohuri në momentin kur BÇK-ja ka paralajmëruar për shkak të keqpërdorimeve në kompaninë Kosova e Re, do të tërheqet licenca dhe do të shkojnë në likuidim. Çka ka ndodhur është që thirret guvernatori para mbledhjes së paralajmëruar që do të ketë një takim me Besnik Bislimin. Shkon ish guvernatori në zyrë të Besnik Bislimit dhe i tregon që janë taku ma herët bordi dhe kanë marrë vendim për pikërisht për marrjen e licencës. Duke mos pas temë tjetër, takimi përfundon pa ndonjë temë të caktuar dhe nuk hapet asnjë temë në atë takim. Kjo është lidhja e Florin Bislimit, vllai të Besnik Bislimit, me kompaninë Fitoria, ku Naser Maloku është CEO, ndërkohë babai i Naser Maloku, Tahir Maloku, është pronar. Është mirë me theksu Ermal, unë kom tentu me pas një takim edhe një intervistë me Besnik Bislimin, ai ka refuzu me fol në kamerë, një përgjigje me shkrim ai refuzon dhe mohon lidhjen me familjen Maloku në këtë rast. Gjithashtu edhe vllain e Besnik Bislimin, Florin Bislimi, e kom telefonu edhe ai e ka mohu, po ajo që ka na kemi thonë në hulum tim ka qenë që po ka qenë i punësuar derisa është marrë vendime për likuidim. Dhe vazhdon tjetë i punësuar, dhe vazhdon tjetë i punësuar në kompaninë Kosova e Re, sepse me aq sa di nuk ka përfundu komplet likuidimi. Pra, vazhdon të jetë pjesë e kompanisë Kosova e Re,
deri në momentin përderisa likuidatori i caktuar nga BÇK e ka mbajtur në punë vllain e Besnik Bislimit, Florin Bislimin. Tash po